Kemi pas shumë projekte të përbashkëta, kemi shkëmby përvoja mes parqeve kombëtare ndërmjet veti dhe rujtjes së bimëve dhe të kafshëve. Kemi vendosur kamera kurs të ashtu quajtura, bashkë edhe me shoqërinë civile, siç është shoqata ERA, grupi ERA, po edhe me nga Agjencia e Pyjeve. Kemi disa pjesë të dy parqeve të vendosura kamera në ato pozita ku kemi menduar që kafshët e kërkuara ose kafshët e egra shëtisin dhe jemi ndarë shumë të kënaqur me rezultate. Kemi 4-5 vite, po sidomos të 2 vitet e fundit, rezultate shumë të mira dhe para 2 viteve për herë të parë mendimin e një eksperti zvicran kemi arrit të incizojmë jo vetëm fotografi, po edhe incizim video, Ruçebullin ballkanik. Sfida kryesore për ne ka qenë edukimi edhe bindja e popullatës që Parku Nacional sjell dobi, ka sene të mira dhe pozitive, sepse kemi pas një pjesë popullatës që ka qenë kundër parkut. Jemi mundu me shpjegu që parku e mbron bimët, edhe me mbrojtjen e bimëve dhe pyjeve, mbron edhe jetën e kafshëve, sidomos kafshëve të rralla ose në zhdukje të mbrojtura me ligj. Besoj që ja kemi arritur shumë qëllimit. Kemi bindur institucionet policore, të gjitha institucionet e gjykatës e prokurorisë që të na ndihmojnë dhe kemi një përkrahje shumë të madhe. Po problemi ka qenë te plani hapësinor. Shteti pak nuk ka ecë mbas kërkesave të agjencionit dhe Ministrisë së Mjedisit. Plani hapësinor i bjeshve nuk është përfunduar dhe zona parë, e dytë e tretë që është nda sipas ligjit me ekspert nuk është miratuar dhe është duke u përdorur ndërtimet ilegale. Kemi probleme me ndërtime ilegale të hoteleve. Kërkesa është rrit shumë për turizëm dhe sulmi i investitorëve shumë i madh. Në kohë kur komunat dhe ministria nuk e ka të qartë punën që duhet të bëj, edhe shumica e ndërtimeve do të janë ilegale. Edhe trajtimi i tyre besoj që do të shkon ashtu. Kemi gjueti ilegale edhe pse në maksimum është zvoglu, po ende është prezente. E këtu tash kemi marrëdhënie shumë të mira në thojza mes gjuetarëve të Shqipërisë, Kosovës edhe Maqedonisë ose Malit të Zi, Mbaret Cili Park. Kemi një rast të një Ruçebulli të vrarë këto 2 vite, i cili ka qarkulluar nëpër media të ndryshme. Mirë po të gjithë tani e kanë kuptuar që për vrasjen e Ruçebullit është një vepër penale që do të akuzohen rënd dhe sa kemi informacione nuk është duke u ndjekur për të vrarë. Tani më njerëz që kanë ekspozuar në për restorante ose shtëpi lëkura dhe forma ndryshme të kafshëve të ballsamosura, edhe ato i kemi inspektuar, do të thotë e din që do të penalizohen nëse vrasin Ruçebullin ose një kafshë të egër, kështu që edhe ajo ka ndikuar që të zvoglohet vrasja e tyre. Problemi është te bashkëpunimi më i mirë ndërkufitar, do të thotë sepse kafsha nuk ka kufi, siç nuk kanë edhe keqbërësit, do të thotë gjuetarët. Kufi kemi vetëm ne që i ruajmë dhe po mundohemi t'i minimizojmë. Takime të rregullta ka në rajon me parqet kombëtare mes neve edhe Mavrovës, edhe komunës Tetovës edhe Shqipërisë, ose Agjencisë Natyrës Shqipërisë për zonat e mbrojtura. Gjithashtu kapacitete mendore ka, po nuk kemi të mjaftueshëm kapacitete njerëzore, domethënë njerëz roja. Kemi 4-5 vite që nga Parlamenti i Kosovës kërkojmë miratimin e të paktën edhe 12 rojeve për bjeshtë e sharit, sepse kemi vetëm 8 dhe janë pak. Pse detyra e tyre është të lajmërojnë policinë për kapjen e çështjeve ilegale. Ajo kërkesë ende nuk është plotësuar. Planet regulative mungojnë që po na sfidojnë ndërtimet edhe probleme tjera. Mirë po, domosdoshmëria ose obligimi për të bashkëpunuar është shumë i madh mes 3 shteteve për arsye se natyra do të mbrohet në të 3 anët, nuk ka kufi edhe besoj që ndarmen mund të ngritet edhe më lart. Do të thotë ne sugjerojmë edhe ministrat, po edhe regionet dhe komunat të involvohen më shumë në mënyrë që të kenë
të kenë parasysh rujtjen e këtyre bukurive. Ne jemi me fat të 3 shtetet që kemi një biodiversitet kaq të mirë, që kemi një natyrë shumë të bukur edhe që kemi kërkesa turistave nga gjithë bota për t'i vizituar. Ne kemi tentuar disa herë të kemi bashkëpunim sa më të mirë mes 3 shteteve, sepse neve po na vjen me Malin e Zi dhe Shqipërinë njërën anë dhe anën tjetër me Maqedoninë dhe Shqipërinë. Kemi tentuar bashkë me organizatën ORF, Open Regional Fund nga Gjermania, përkrahur nga Gizi Gjerman. Kemi pas një projekt dhe kemi ende për Ballkanin, prej Sarajevës, Selia Sarajev deri këtu. Edhe kemi takuar ministrat, kemi nënshkruar memorandume dikun ja 2 herë, domethënë këtu po flas për vitin 2014, 15, 2017 ose 2016 dikun. Kemi organizuar në Tiranë një konferencë të madhe, kemi qenë edhe në PPV Shapk, një takim i ministrave të regionit edhe ekspertëve. Problemi ka qenë se Maqedonia nuk e ka të shpallur Parku Nacional. Parku Nacional është vetëm Kosova edhe Shqipëria. Kemi tentuar t'i bindim edhe e di që ka pas shumë progres pozitiv që Maqedonia ta shpall Park Nacional në mënyrë që na lidhen të regioni edhe të kemë projekte të përbashkëta. Tash në çdo takim me institucione që ruajnë me policinë, prokurorinë, gjykatat, komunat edhe institucionet më të veti, gjithmonë i ftojmë shoqata ato që të marrin pjesë, sidomos ERA që është e njohur, grupi ERA në këtë aspekt, po kemi edhe shoqata të tjera. Pastaj kemi komunikim të përbashkët të rregullt. Jemi shok në mëtë veti, do të nuk na duhet një komunikim zyrtar. Mirë, po edhe ata i kanë projektet e tyre që mundohemi t'i mbështesim ose të mos i pengojmë, sepse shpesh edhe të mos e pengosh, do të është një mbështetje. Ata po tentojnë me ato burimet e veta, sepse ka shumë donacione shkojnë direkte organizatat jo qeveritare, po mundohen t'i arrijnë disa qëllime ose objektiva. Neve na ndihmojnë shumë, po edhe ne jemi duke tentuar të involvojmë në proceset hartimit ligjeve, strategjive, dokumentave politike, në mënyrë që të gjithë të jenë të kënaqur me atë që po mendojmë të arrijmë. Kemi shumë raste kur mjek ose laborant ose njerëz nga shtete tjera vinë e grumbullojnë bimë medicinale, të cilat janë shumë të rëndësishme, edhe i marrin me veti në mënyrë ilegale, pa leje, pa licenca. Kemi edhe shumë studius nga Evropa, të cilët shpesh i takojmë në bjeshk, austriak, gjerman, pa ndonjë letër ose pa ndonjë dokument, edhe mirë, ajo është në rregull, po ato rezultate të punimeve të tyre, ulëmtime, domethënë nuk mund t'i kemi në qoftë se nuk bashkëpunojmë edhe nuk i lejojmë me dokumente. Kisha bërë një ftesë domethënë ministrave të 3 shteteve, kabineteve të tyre politike, po edhe parlamenteve, që ligjet e natyrës që i kemi edhe të gjithë jemi deklaruar në bazë direktivave europiane dhe të kornizës Natyra 2000, t'i implementojmë bashkaresht, sepse Rushebulli nuk na pyet a me flej sonte Maqedoninë, Shqipëri apo Kosovë, po ai e ka lëvizjet e veta dhe ne do të krijojmë kushte që jo vetëm Rushebulli, po çdo kafshë dhe bimë ka rëndësinë e vet ta ruajmë, sepse natyra në botë është duke u zvogluar në masë shumë të madhe, është duke u degraduar dhe ndryshimet klimatike janë evidente. Kështu që moshkritë e vendeve tona të mos i dëmtojmë dhe t'ju krijojmë kushte kafshëve, sepse për të krijuar kushte kafshëve ne e mbrojmë malin dhe bimët. Kështu që është shumë rëndësi që bashkërisht krijojmë mekanizma mbrojtëse dhe bashkëpunues.